Lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mirë se erdhët në emisionin Rruga e Drejtë. Vëllezër dhe motra, në maskën e respektit për fetë, sidomos asaj islame, po ka përpjekje për shfaqjen e besimit pagan. Duke e paraqitur Zotin në formë njeriu. Hoxh, ku e ka origjinën ky besim? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'd. Falënderimi takon Allahut, i cili është një, i vetëm, i pashoq, i përkryer, pa të ngjashëm. Lavdrimet, paqja dhe bekimet qofshin mbi njeriu më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili i solli njerëzit në besimin e pastër. Besimin e pastër që kanë pasur të gjithë të dërguarit e Allahut, që në agimin e njerëzimit besimi se Zoti është në formë njeriu dhe paraqitja e hyjnive në formë njerëzore është një besim pagan. Paganët e hershëm besonin se hyjnitë e tyre janë në formë njerëzore dhe ata gdhendin idhuj, statuja në formën e atyre që i besonin Perëndi, që i besonin si hyjni. Realisht ky është devijim nga besimi i pastër, sepse Allahu subhanahu wa taala, Allahu i lartësuar, nuk ka të ngjashëm. Qenia e tij është ndryshe nga qeniet e tjera. Cilësitë e Zotit nuk janë të ngjashme me cilësitë e krijesave. Kështu që çdo lloj imazhi që mund t'i jap njeriu për Zotin është devijim, është trembrim. Është devijim nga besimi i pastër në Zot, është tauhidi, ne besojmë se Allahu është një, është i vetëm, është unik, s'ka të ngjashëm, s'ka rival. Pastaj, domethënë me kalimin e shekujve, ky besim pagan, domethënë është përhapur, është zhvilluar, e kanë adaptuar sekte të ndryshme fetare, edhe kanë paraqitur hyjnitë e tyre në formë njerëzore, por edhe Zotin e gjithësisë, krijuesin e gjithësisë, e kanë paraqitur në formë njerëzore, domethënë ka pas njerëz që kanë shtrembruar besimin e pastër në një Zot që kanë pasur të dërguarit e Allahut dhe e kanë paraqitur Allahun e lartësuar sipas konceptet e tyre të shtrembruar si qenie njerëzore. Dhe kanë bërë figura, kanë gdhendur statuja, kanë bërë piktura, domethënë kanë bërë imazhe, portrete me të cilat e paraqesin Allahun e lartësuar në formë njerëzore. Padyshim domethënë që këto janë devijime. Kanë qenë hindusët e hershëm, budistët, të cilët besonin se Zoti kishte formë njerëzore dhe e paraqisin Zotin apo perënditë e tyre i paraqisin në formë njerëzore. Po kështu edhe grekët e lashtë, evropianët në të shkuarën e hershme besonin që hyjnitë e tyre kishin formë njerëzore, edhe i paraqisin ato domethënë me mënyra të ndryshme në formë njerëzore. Pra, padyshim ky është një besim pagan që s'ka lidhje me Zotin, me shpalljen e Zotit, me fenë e pastër, të besimin e pastër në Zot që kanë pasur të gjithë të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala. Pasi të gjithë ata kanë besuar Allahun një të vetëm, të gjithë profetët kanë adhuruar Allahun një të vetëm. Allahu lartësuar në çdo popull ka dërguar të dërguar, të ftojë njerëzit që të adhurojnë Allahun vetëm dhe të largohen nga idhujt. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, ne kemi dërguar në çdo popull
të dërguar të thotë atyre, të urdhrojë ata që të adhurojnë Allahun vetëm dhe të largohen nga idhujt. Hoxh, po si u përhap tek njerëzit besimi i shfaqjes së Zotit lartësuar, pra me portret njerëzor? Thash që zonafillën kjo e ka tek paganët e hershëm, pastaj njerëz pagan që kanë adaptuar besimet fetare, kanë sjellë në to edhe ato përfiturimet e tyre mbi Zotin. Kështu, për shembull, evropianët pagan të hershëm që u pagzuan në krishterë, sollën besimin pagan që Zoti është në formë njeriu dhe filluan të bënin imazhe të Zotit dhe i vendosën nëpër kisha, po kështu bënin dhe imazhe të Isait alayhis salam, pasi dhe Isain ata e besojnë si Zot, edhe pse Isai është rob i Zotit, është i dërguar i Allahut, ky është besimi i pastër. Ky ka qenë edhe besimi që ka pas Isai dhe pasuesit e parë, prezat e parë që kanë besuar në mesazhin që solli Isai alayhis salam. Kanë bërë edhe imazhet Merjemes, edhe me imazhe apo portrete apo ikona të atyre që ata i quajnë shenjtor, dhe këto i kanë vendosur nëpër kisha. Madje dhe i kanë adhuruar në vend të Allahut të lartësuar. Madje Këshilli i Nikeas, që është bërë në shekullin e 8 pas erës së re, në fillimin e këtij shekulli pra, ose nga mesi i këtij shekulli, ka zyrtarizuar adhurimin e ikonave, pra këtyre imazheve të cilat paraqesnin Zotin në formë njeriu, apo imazhe dhe portretet që kishin bërë për Isain alayhis salam, për Merjemen, nënën e Isait alayhis salam, për ata që i quajnë shenjtor. Pra këto janë praktika pagane. Ky është besim pagan që ka hyrë tek krishterët. Më vonë këtë lloj besimi do ta adaptojnë edhe disa mistik në mesin e muslimanëve që janë ndikuar nga besimet pagane, nga fetë e hershme pagane, por edhe nga krishterët, siç është bektashizmi për shembull, po ka edhe sekte të tjera si alevitë dhe të tjerë, të cilët kanë adaptuar trininë kristiane, dhe trinia faktikisht ka origjinë pagane. Krishterët besojnë Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që sipas tyre përbëjnë trininë e shenjtë, trininë e qenjes hynore, dhe ata, realisht ata besojnë 3 zota, si besojnë si 3 persona të ndryshëm, por çuditërisht thonë që këta persona, të cilët janë të ndryshëm nga njëri tjetri, thonë që janë një Zot. Kjo është absurde, realisht ata besojnë 3 zota, dhe trinia është një besim pagan gjithashtu. Domethënë kanë besuar hindusët, dhe kanë besuar paganët e hershëm, dhe pastaj ka dhe studimet historike tregojnë për diçka të tillë, që ky besim ka depërtuar më vonë, domethënë tek kristianët. Edhe hynizimi i Isait alayhis salam dhe besimi që Isai është biri i Zotit ka origjinë pagane. Pra paganët e hershëm besonin për njerëzit e rëndësishëm në mesin e tyre që ishin bijë të Zotit, dhe i hynizonin, domethënë, edhe kështu ky besim ka depërtuar dhe tek krishterët. Atëherë pra, po edhe Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an që krishterët që hynizuan Isain, që besuan Isain si bir të Zotit, imitonin paganët e hershëm, ka thënë yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl. Ata imituan besimin e jo besimtarëve të mëparshëm, domethënë paganëve të hershëm. Kujtohet një ngjarje në fakultet, njëri prej profesorëve na tregoi një foto. Dhe tha, çfarë mendoni, na tha ne studentëve, kush është kjo? Gjithë studentët thanë, këtë pikturojnë, tha, të krishterët, pra, supozohet të jetë Merjemja dhe Isai. Ndërkohë ai tha, jo, tha.
këtë tha e kam gjetë tek disa zota të vjetër tha tek hindusët. Pra kopje thjesht ndryshim emrësh. Pra besimet pagane janë adaptuar nga njerëz që kanë pranuar krishterimin, por që i kanë ruajtur besimet dhe konceptet e tyre pagane mbi Zotin e gjithësisë. Ky padyshim është devijim nga besimi i pastër që kanë patur pejgamberët e Zotit dhe në mënyrë të veçantë devijim nga besimi i pastër që ka pas Isai alayhi salatu wassalam, i cili ka besuar Allahun, domethënë të përsosur, të përkryer, një të vetëm, pa shok, pa rival, pa të ngjashëm, s'ka të barabartë. Ajo është i vetëm si qenie dhe në cilësitë e tij, Dhe ky ka qenë pra besimi i Isait alayhi salatu wassalam, ndërsa këto janë devijime pastaj që kanë futur krishterët më pas. Pra ti kthehemi dhe besimit të Bektashive, Bektashit besojnë Trinin, Allah, Muhammed, Ali. Bektashit besojnë që Muhammed Aliu, pra Muhammedi alayhi salam dhe Aliu janë një qenie, janë një shpirt i pandashëm. Domethënë unë kam gjetur citate në librat e tyre, kjo është sepse kam bërë një punim, domethënë një studim lidhje edhe me këta, me Bektashit në fjalë, dhe besojnë që janë një qenie, dhe besojnë domethënë Trinin Bektashiane, Allah, Muhammed, Ali. Ata besojnë që gjithësia domethënë është Perëndia, gjithçka është Zot, domethënë për ta, ky është besimi i domethënë panteistëve, besim panteist dhe ekstremistët e mistikëve, sufistëve kanë adaptuar këtë besim pagan dhe ky është një besim i hershëm pagan. Edhe gjithashtu edhe Bektashit bëjnë portrete Zotit, Muhammed alayhis salam dhe Aliut, trinisë së tyre dhe ata e paraqesin Zotin domethënë në formë njerëzore dhe kjo gjithashtu është domethënë një praktikë, ky është një besim pagan, një praktikë pagane, vrem domethënë që sektet e devijuara ndikojnë tek njëra tjetra. Mirë Hoxh, cili ka qenë besimi i njerëzve të parë tek Zoti? A ka qenë besimi i tyre pra duke besuar Allahun e lartësuar si një qenie unike, pa shok, pa ortak, apo e kanë besuar Zotin e gjithësisë si një krijesë ngjashme pra me njerëzit? Padyshim që brezat e parë të njerëzimit kanë besuar Allahun një të vetëm, krijues të vetëm, i gjithfuqishëm, i gjithditur, shikues, dëgjues i gjithçkaje, më i bukuri, më i larti, madhështori, i vetmi që meriton adhurimin, e kanë besuar Allahun subhanahu wa taala si absolut, si përkryer, pa të ngjashëm. Ky ka qenë besimi i gjithë profetëve të Allahut të lartësuar, pra kanë qenë fenë drejtë, fenë pastër, feja drejtë e pastër, feja Islam, që do thotë dorëzim dhe nënshtrim dhe Allahut të lartësuar. Do ta dim këtë çështje, domosdoshmë se ka njerëz që thonë Islami doli para 1400 vitesh, para 14 shekuj, atëherë si thoni që gjithë profetët dhe njeriu i parë ka qenë Islam. A dini ç'do thotë Islam? Islam do thotë dorëzim ndaj Zotit, do thotë nënshtrim ndaj Allahut, do thotë përulje ndaj Tij. Dhe të gjithë profetët kanë qenë të përulur ndaj Zotit, ndaj mësimeve të Zotit, ndaj udhëzimit të Allahut, ndaj mesazhit hyjnor. Kështu që Ademi alayhis salam ka pas besim pastër, nuk ka besuar domosdoshmë si paganët që Zoti është ngjashëm me njeriu dhe nuk ka hyjnizuar statujat, nuk ka adhuruar idhujt, krahas Allahut subhanahu wa taala. Po kështu dhe gjithë profetët Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an kana an-nasu ummatan wahidatan. Njerëzit kanë qenë domethënë një bashkësi e vetme. Një bashkësi e vetme domethënë në një fe, në një besim fetar, besimtar në një Zot vetëm. Kjo kuptohet nga ajeti. Ka shpjeguar Abdullah ibn Abbas sipas këndimit të tij, fahtelefu, pastaj lindi përçarja, domethënë lindi shirku, lindi idhujtaria. Njerëz që besonin se Zoti ishte si njeri, apo njerëz që adhuronin idhujt, forma domethënë që i besonin si hyjni dhe për të cilat besonin se hyjni do besonin për ta tek Zoti. Pra lindi idhujtaria, devijimi nga besimi i pastër dhe Allahu i lartësuar dërgoi pastaj të dërguarit si përgëzues për ata që besojnë Allahun një të vetëm dhe si paralajmërues për ata që nuk e besojnë Allahun vetëm, që japin Zotit imazh njerëzor apo që e krahasojnë Zotin me krijesat, që krijesat i krahasojnë me Zotin dhe krijesat i adhurojnë krahas Allahut të lartësuar. Këta janë paganë, janë idhujtarë, këta bëjnë shirk, bëjnë mëkatin më të madh. فبعث الله مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
Dhe pastaj Allahu lartësuar dërgoi të dërguarit, domethënë si përgëzues, ti përgëzojnë për mirësinë dynjë edhe në ahiret, në këtë botë dhe në botën tjetër, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Dhe nga ana tjetër që ti paralajmërojnë për dënimin e Allahut të lartësuar ata që kanë devijuar nga besimi i drejtë. Ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se njerëzit kanë vazhduar 10 shekuj. Nga koha nga 10 breza pas Ademit alayhis salam deri afër dërgimit të Nuhut alayhis salam që është i dërguar i parë për njerëzimin, kanë vazhduar në fenë e drejtë dhe pastaj lindi shirku. Shirk domethënë ti vë shok Allahut. Pra, domethënë adhurimi të tjerëve përveç Allahut. Populli i Nuhut bën statuja, gdhendën statuja në formë e disa njerëzve të mirë dhe i hyjnizuan ata, i adhuruan përveç Allahut të lartësuar, duke besuar se këta ndërmjetësonin për ta tek Allahu i lartësuar. Kështu që këto imazhet që bëjnë njerëzit duke menduar se domethënë ato paraqesin Zotin, këto janë fillimi i paganizmit. Këto janë besime pagane, këto janë devijim nga besimi i pastër që kanë patur brezat e parë të njerëzimit. Do ta dimë që paganizmi, shirku është domethënë ka lindur, është shfaqur dhe domethënë dhe përbën devijim nga besimi i drejtë që kanë patur brezat e parë të njerëzimit. Dhe besimi i jon, besimi i profetëve të Allahut, që Allahu është një, ai është i vetëm, ai s'ka të ngjashëm dhe nuk lejohet që ne të bëjmë portrete për Zotin, ndërkohë që njeriu nuk e di se si është Zoti, se si është forma e tij, si janë atributet e tij, si janë cilësitë e tij, Ky do besimi jon që Allahu nuk është i ngjashëm me krijesat dhe që nuk lejohet të bëjmë imazhe të tilla për Allahun e lartësuar, është besimi origjinal. Është besimi që kanë pas gjithë profetët e Allahut të lartësuar, besimi që në cilin kanë thirrur të gjithë librat hyjnor, dhe ky është besimi i drejtë, kjo është feja e drejtë e Allahut të lartësuar. Hoxh, mund të na përmbledhësh shëndërimin e Islamit ndaj imazheve me të cilat pra shfaqet Zoti me formë njerëzore? Paganët kanë vënë re që njeriu është krijesa më e bukur, më e përsosur. Dhe kjo i ka shtyr që të mendojnë që dhe Zoti është si njeriu. Dhe i kanë dhënë Zotit formë njerëzore. E kanë paraqitur Zotin me portret njerëzor. Ky, siç e thash edhe pak më parë, është devijim. Allahu i lartësuar nuk ka të ngjashëm. Nuk ka rival, s'ka kundërshtar, s'ka të barabartë. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, "Leysa kemithlihi shay." Asgjë nuk është si ai. Po huwa as-sami'ul basir, dhe ai është shikues, dëgjues. Po ashtu Allahu thotë në Kur'an, "Qul huwa Allahu ahad." Thuaj, ai Allahu është një. Allahu samad. Allahu është absoluti, të cilit i drejtohen të gjitha krijesat për nevojat e tyre. Ai është domethënë madhështori i përkryer, ai është i lartë i përkryer, ai është gjithëpushtetshëm, me pushtet përkryer, me fuqi absolute, me atribute absolute të përkryera, dhe atij i drejtohen të gjitha krijesat për nevojat e tyre. Lem yelid wa lem yulad. Ai s'ka lindur kë dhe as nuk është i lindur. Besimi që Zoti ka lindur, apo që Zoti ka lindur kë, është një besim pagan. Ai s'ka lindur, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, as nuk ka lindur kë. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe askush nuk është i barabartë me ta. Allahu i lartësuar nuk ka të barabartë. Në qoftë se Zoti do të ishte në formë njeriu, atëherë Zoti do kishte të barabartë, do kishte të ngjashëm. Po Zoti është një i vetëm, nuk ka të ngjashëm. Allahu i lartësuar ka mohuar diçka të tillë. Kjo është shpallja hyjnore, kjo është e vërteta. Prandaj nuk lejohet që të njeriu të paraqes Allahun në formë njerëzore. Nuk lejohet që njeriu të shfaqë Allahun e lartësuar në formë njerëzore. Nuk lejohet të bëjmë piktura të tilla, të bëj
statuja të gdhend, domethënë portrete të tilla, nuk lejohet që të bëhen foto apo imazhe të tilla, dhe çdo lloj imazhi që mund të mendojë njeriu në mendje për Zotin është i rrem, është i pavërtet. Allahu subhanahu wa taala është ndryshe nga ato që mund të imagjinojë njeriu në mendjen e tij. Ne besojmë Zotin, besojmë që ai që ka qenë, ai ka qenie, Allahu është qenie ekzistuese, Allahu ka formë, Allahu ka cilësi, dhe cilësitë e tij janë të përkryera, por qenia e Allahut nuk është e ngjashme me krijesat. Dhe atributet e Allahut nuk janë të ngjashme me atributet e krijesave. Forma e Zotit nuk është si format e krijesave. Ne nuk e dim si është realiteti i qenies së Zotit. Ne nuk e dim se si është realiteti i formës së Allahut të lartësuar. Ne nuk e dim se si është realiteti i cilësive të Zotit. Sa Allahu na ka treguar për veten e tij, për cilësitë e tij, për emrat e tij të bukur, për veprimet e tij, dhe gjitha këto ne i besojmë. Por ne në këtë botë se kemi parë Zotin, dhe njerëzit nuk do të arrijnë që ta shohin Zotin në këtë botë, do ta shohin Zotin në ditën e gjykimit, në xhenet. Njerëzit e mirë, kuptohet. Ata që s'kan vënë shok Zotit në këtë botë, që s'kan pasur besimet pagane për cilën folëm pak më parë, do ta kenë mirësinë e madhe të shikimit të Allahut. Allahu është më i bukur dhe ajo do të jetë mrekullia më e madhe që do të arrijë njeriu, kënaqësia më e madhe, lumturia më e madhe në xhenet, shikimi tek fytyra e bukur e Allahut të lartësuar. Po këto arrin ata që nuk i vënë shok Zotit, ata që nuk besojnë se Allahu i lartësuar është i ngjashëm me njerëzit, ndërsa ata që besojnë se Zoti është i ngjashëm me krijesat, ata kanë besim pagan. Po kështu dhe besimi se ka krijesa që janë të ngjashme me Zotin, krahasimi i krijesave me Zotin, pra nuk lejohet që të krahasojmë Zotin me krijesat. Po gjithashtu nuk lejohet që të krahasojmë krijesat me Zotin. Dhe nuk lejohet që të hynizojmë krijesat, për shembull, krishterët hynizojnë Isain, bektashit hynizojnë Aliun. Nuk lejohet një gjë e tillë. Kjo është shirk, kjo do thotë që njeriu t'i vëjë shok Allahut të lartësuar. Dhe nuk lejohet të adhurojmë dikë tjetër përveç Allahut, qoftë ky edhe një profet, qoftë edhe një melek. Dhe nuk lejohet që ta lutim atë përveç Allahut të lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar thotë në Kur'an për idhujtarët, qalu wa hum fiha yahtasimun. Ndërsa ata grindeshin me parinë, pra idhujtarët grindeshin me parinë në zjarrin e xhehenemit. Paria dhe pasuesit e tyre idhujtar përfundojnë zjarrin e xhehenemit. Dhe Allahu i lartësuar na tregon diskutimin që do të bëjnë ata në zjarrin e xhehenemit. Ata thonë: "Tallahi kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Betohemi për Allahun. Ne kemi qenë në humbje të qartë, pasi ne ju kemi barazuar juve me Zotin e botëve. Nuk lejohet që njeriu të krahasojë krijesat me Zotin e gjithësisë. Allahu s'ka të ngjashëm. Prandaj thotë Allahu në Kur'an: "Fala tadribu lillahi al-amthal, inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Mos i bëni krahasime Allahut, se Allahu nuk ka të ngjashëm. Inna Allaha ya'lam, Allahu di, dhe ju nuk dini. Dhe për shkak të paditurisë njerëzit i vënë shok Allahut, i vënë shok Allahut dhe besojnë se Allahu i lartësuar ka të ngjashme. Atëherë Allahu na ka ndaluar që ne t'i bëjmë krahasime atij. Allahu të shpëleft të nderuar. Atëherë, vëllezër dhe motra, elusim Allahun e lartësuar që të na ruaj prej devijimit. Elusim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të jetojmë besimin e pastër dhe kur ndrojmë jetë duke e pas besimin e pastër, e të na mundësoj që në botën tjetër, në xhennet, të kemi mundësi ta shohim Allahun e lartësuar. Shihemi inshallah në emisionin tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.